Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Ka momente gjatë natës kur gjithçka duket normale. Ambienti është i qetë, dritat janë fikur dhe trupi përgatitet për pushim. Por papritmas, një ndjesi e pazakontë të pushton, një lloj tensioni i brendshëm si një paralajmërim i heshtur. Nuk ka zëra, asnjë lëvizje, por truri të thotë qartë, dikush po të vështron. Nuk është thjesht frikë, është diçka më primitive, më e thellë. Një ndjesi e parezistueshme që nuk ka nevojë për prova vizuale për të qenë reale. Trupi ngrin, shikimi përqendrohet në errësirë dhe çdo tingull edhe më i vogël fillon të marrë kuptim tjetër. Por nga vjen kjo ndjesi? Sipas studiuesve, ajo buron nga një mekanizëm i lashtë mbijetese. Gjatë evolucionit, aftësia për të ndjerë vështrime të padukshme i ka ndihmuar njerëzit të mbijetojnë në mjedise të pasigurta. Truri ynë është i ndërtuar për të dalluar kërcënime edhe në errësirë, jo vetëm përmes asaj që shuhim, por edhe përmes ndjesisë së pranisë së dikujt tjetër. Ky fenomen lidhet me një pjesë të trurit të quajtur amigdala, e cila analizon rreziqet dhe aktivizon instinktin e alarmit. Ajo merr informacionin nga shqisat, shpesh edhe nga sinjale shumë të vogla, dhe në mënyrë të pavetëdijshme krijon një perceptim, ndonjëherë të saktë, ndonjëherë të gabuar. Për më tepër, studimet në neuropsikologji tregojnë se njeriu ka një ndjeshmëri të veçantë për të perceptuar vështrime të drejtuara drejt tij, edhe kur ato ndodhen jashtë fushës së shikimit. Është një aftësi që mbetet pjesërisht e pashpjeguar, por e dokumentuar. Nga ana tjetër, kjo ndjesi mund të përkeçësohet nga ankthi, lodhja mendore, mungesa e gjumit dhe mbi të gjitha izolime. Nota thekson pasiguritë dhe e bën mendjen të lëvizë në drejtimin më të errët të imagjinatës. Kështu që një hije e zakonshme në mur mund të interpretohet si prani. A është kjo ndjesi gjithmonë imagjinare, jo domosdoshmërisht? Ka raste kur intuita njerëzore ka paralajmëruar për rreziqe reale. Por shumicën e kohës është thjesht truri ynë që përpiqet të mbush boshllëqet e padukshme në errësirë me skenare të ndërtuara nga frika dhe pasiguria. Ndjesia se dikush po të shikon gjatë natës është më shumë një kujtim i thellë i natyrës o njerëzore, një përzgjedhje mes instinktit, frikës dhe perceptimit. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.